Plagosi me thik partneren e ish burrit se i dhunoi djalin, arrestohet 42 vjeçaria në Berat. Një 42 vjeçare në Berat është arrestuar në flagrancë pasi ka plagosur me thik bashkëtuesen e ish bashkëshortit të saj. Sipas njoftimit të policisë, partnerja e ish burrit 2 ditë më parë është vënë nën hetim pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj djalit të 42 vjeçares. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ndaj personit arrestuar në flagrancë shtetasen PSH 42 vjeç, banuese në fshatin Kamçisht, Berat, pasi ditën e djeshme ka goditur me mjet prerës thik bashkëtuesen e ish bashkëshortit shtetasen BI 41 vjeç, banuese në Kamçisht, Berat. Për shtetasen BI, 2 ditë më parë ka nisur procedimi penal për veprën penale dhuna në familje pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj djalit të bashkëtuesit të saj, njëkohësisht edhe djali shtetases PSH njoftoi policia.